është një thënie shumë e bukur popullore e cila thot ujku kërkon mjegull. Është me vërtet thënie e thellë. Ne besojmë që ujku i njeriut, ujku i shpirtit të njeriut, është shejtani. Dhe me vërtet kështu e ka përshkruar profeti alayhis salatu wassalam. Shejtani është ujk për njeriun, ashtu siç është ujku për delet. Po ujku i merr ato dele që ndahen. Dhe me vërtet këtu në shoqërinë tonë patëm një bari me vete, i cili tregoi që sa herë që ka rënë mjegull, jemi rrezikueshëm prej ujqve, që mos po na marrin dele. Dhe kjo është me vërtet është realitet edhe me shejtanin. Shejtani kërkon mjegull. Kushtohen dyshimet. Se merr në mjegullin si dyshimet, pa qartësi. Kushtohen dyshimet. Shejtani aty lulëzon. Aty është ai ambienti i tij i përshtatshëm, e shton aktivitetin dhe i shton pasuesit. Dhe shumë që në kohën tonë moderne kanë shtu mjegullat me të mëdha. Dhe rrjedhimisht ujqet po kanë gjah që të nxanë. Ky gjah është shumë më i keq se gjahu i ujkut. Sepse ujku ata që mund të arrijë është ta shkyn trupin, kurse këta shejtana ta shkyn shpirtin, të rinë amshushme. Në këtë botën tjetër, për atë arsye do të jemi të vetëdijshëm gjatë mjegullave. Ku është shpëtimi gjatë mjegullave? Shpëtimi janë dy forma. Para është me ndjek udhërrëfyesit, ata që njohin rrugën shumë mirë. Ata dhe në mjegulla nuk humbin, se njohin rrugën shumë mirë. Me ndjek ata. Në këtë rast të fjala për pejgamberët. Në rast se nuk e ke udhërrëfyesin, nuk e din çfarë kanë thonë profetët, atëherë ndalesh aty ku je, derisa të largohet mjegulla. Dhe kështu shpëton, sepse ti nëse ec pa ditori nëpër mjegull, e humb shtegun. Dhe kjo ka ndodhur disa herë. Kurse nëse nalesh, bën sabër, prit një vend, derisa të largohet mjegulla, pastaj qartësohet rruga dhe ndjek ata. Prandaj le të kemi kujdes, se me të vërtetë janë shtu mjegulla dhe janë shtu ujqet. Runa o një shpirtit tuaj. Ajo është e më e vlefshme që posedoni. Ruani se kjo është për të mirën tuaj. Wallahi është për të mirën tuaj. Nëse juve nuk ju intereson me rujt veten tuaj, atëherë kush do të kujdeset për ju nëse ju s'kujdesni për veten. Prandaj ne ta kemi këtë shembull madhështor si një shkëndijë të cilën ta kemi parasysh në jetën tonë përditshme gjatë shpejtimit tonë në jetën e kësaj bote.